Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të respektuar bashkëdhetar në diasporë. Jam Sihona Bunjaku Vitaku, profesoresh me 28 vite përvoj pune në fushën e arsimit dhe të kulturës. Sot ndodhem këtu në veri të Mitrovicës, më konkretisht në lagjen Kroj Vitakut. Unë dhe familja ime pas 25 vitesh, apo më mirë themi pas një qerek shekulli, pritjeje, u kthyem në shtëpitë tona, në tokat tona, në vendin që na e lan trashëgim të parët tanë. Ajo që për vite ishte vetëm ëndër, sot është bërë realitet. Ky kthim nuk është vetëm personal apo familjar, por është dëshmi se e drejta fiton dhe se shteti i Kosovës qëndron pranë qytetarëve të vet. Sot po flas nga veriu i Mitrovicës, nga një vend që për shumë vite ka njohur mungesë shteti dhe pasiguri, por kurrë asnjëherë mungesë shpresë. Ajo që po ndodh sot këtu nuk është provokim, por rikthimi i ligjit, institucioneve dhe i normalitetit. Rikthimi i qytetarëve dhe jetës në këtë pjesë të vendit është e drejtë legjitime dhe pjesë e pandashme e ndërtimit të një shteti funksional. Si dikush që vjen nga arsimi dhe kultura, dhe unë besoj fuqishëm se pa ligj dhe pa shtet nuk ka të ardhme për të rinjt as për shoqërinë në tërësi. Veriu nuk i përket askujt tjetër përveç se Republikës Kosovës. Sovraniteti ndërtohet me qetësi, përgjegjësi dhe vendosmëri. Për këtë realitet të sotëm, shprehemi njohje ndaj qeverisë së Republikës Kosovës në krye me kryeministrin Albin Kurti për përkushtimin institucional dhe vullnetin politik që këto procese të ecin përpara. Le të jetë ky moment shpresë për gjithë ata që ende presin dhe dëshmi se Kosova është shtëpia jonë sot dhe përgjithmonë. Ju falenderit.